Ky emision mundësohet nga Podravka. Mirëmbrëma për të gjithë ju shikues të dashur dhe mirë se po takohemi në Klan Kosova në emisionin Pasion e Profesion. Edhe këtë diel do të kemi mysafir nga qyteti i bukur i Prizrenit dhe do të flasim për zhvillimet, turizmin, kulturën dhe projektet që po japin jetë këtij qyteti unik. E për ta kompletuar këtë mbrëmje, do kemi edhe dy kuzhinierët tonë këtu në studion e Pasion e Profesion. Bashkë me ne do t'jetë Fatmira Ademi për herë të parë në këtë emision. Fatmir, mirë se erdhe. Është nasi shumë e madhe të kemi këto. Gjithashtu për neve, faleminderit shumë. Por me vete e kemi edhe një shok tëndin. Pra, bashkë me neve këtu përveç Fatmirit është edhe Valmiri. Valmir, mirë se kjo ardhë prapë në Pasion e Profesion. Faleminderit shumë për juve. Si ka qenë eksperienca e fundit që ishe këtu dhe si e krahason me sot? A je sot më shlirë kështu? Sot punina pak më shlirë se në kalume se hera parë para kamera pak më emocionale. Po. E që kemi përgadit sot? Sot kena me përgadit për e patatesh, edhe file pule, po vatër i thojmë na, në prezull, milla dhe vesë. Po, me gjallë pikeriku. Si shkon procedura? Më nëshme nga të regu pak tash? Spori kena vizi patatet për pire, që me paku pak ma gjatë. Mas ne i filetojnë mishin, bëjnë gati në millë, në ve, prezull, edhe pjekim me buter edhe me hudrë. Dhe kaq përfundon. Sa zgjatë kjo recetë? 15 minuta. 15 minuta. Pra të gjithë ju shikues të dashur, këtë recetë mund ta përgatisni për 15 minuta në shtëpitë juaja. Nuk e di çka kam emocione sot, po më duket që i kam Fatmirin dhe Valmirin këtu në studio. Fatmiri dhe Valmiri. Valmir, çka kemi përgatitur sot në studio? Fatmiri. Po. Valmiri. Ne sot do të përgatisim një linguini me pomodori dhe mozzarella. Është një shije verës që nuk lodh, një recetë italiane. Domethënë kemi 200 gram linguine, 300 gram pomodori, sa më i pjekur, brusë lëk, mozzarella 3, krye piper, pajulleri, vegetën podraka, siç do herë, dhe një lugë ufull balsamico, një shije të mirë dhe pak ullej. Po të mungojnë linguine, ta shkoj ti marrë edhe ti sjell? Patjetër, i e vonë. Më falë për vonesën. Si gjithmonë, në studion e Pasion e Profesion i përdorim produkte nga P&K, pra pastat e P&K, këtë sajrade Fatmiri do të përdor pasta nga P&K me recetën e tij. Fatmir, po sa minuta të merr kjo recetë? Receta jonë zakonisht shkon 15 minuta, edhe është një recetë që ka shije shumë të mirë, por nuk lodh. Sidomos për sezonën e verës, është shumë adekuate dhe mirë. Super, pra mund ta përgatis edhe në shtëpi. Patjetër që kam e provu sot. Sidomos vikendi që prene pak më herë. Faleminderit shumë, e tash është koha t'ju tregoj për Premium Bakery. Tek Premium Bakery mund të gjeni të gjitha produktet të cilat ju duhen, pra bukë të ndryshme, kifle të ndryshme që i kanë shumë të shishme, ëmbëlsira të ndryshme, por edhe këto bukët që mund t'i pjekni vetëm për 8 minuta. Unë këto i pjekin në shtëpi gjithmonë. Do të thotë, në frigorifer kam shumë paketime të ndryshme të bukës së Premium Bakery, cilat janë me i pjek vetë në shtëpi vetëm për 8 minuta. Kështu që mos harroni t'i merrni edhe ju dhe keni të gatshme gjithmonë për shtëpitë juaj, keni të ngrohta fantastike për me shiu ushqimin shumë sheshëm. E shikues dashur, po shkëputemi për bllokun e parë të marketingut, qëndroni me ne sepse do rikthehemi vetëm pas pak.
U rikthyem nga bloku I parë I marketingut këtu në studion e Pasion e Profesion e te këndi I ETC-s ku mund të gjeni shumë produkte të ndryshme dhe me çmime të volitshme, mund të gjeni edhe produktin më të ri nga Podravka. Keni mini noodles, Simply Chicken, pra vijnë 5 copë dhe janë shumë të sheshme. Sidomos për ju që nuk keni shumë kohë, dëshironi me të konsumoni diçka shpejt edhe të shishme, mund t'i pini këto produkte dhe janë për një më shumë të shishme. Tash shkoha të shohim Valmirin dhe Fatmirin se në cilin proces janë. Fatmir, si po shkojnë deri tash? Është hera e parë që jeni në emisionin Pasion e Profesion. A mundesh më na tregu pak se si vendose që fillosh punën në kuzhinë? Kuzhina, të thënë drejtën, është një pasion shumë I bukur, është çështje vullneti, punon diçka me përkushtimshmëri dhe e don atë punë, atëherë edhe ja arrit sukses. Kur ka qenë fillimi, para sa viteve ke filluar? Fillimet e para kanë qenë në vitin 2005-2006, si I ri, kur punoja në gastronomi. Edhe doja shumë, me qenë se isha kamarier, por më pëlqej shumë. Doja t'jap çdo herë si punëtor I gastronomisë dush me ditë komplet menyn, me ditë përmbajtjen, po tash ajo më tërheqet që halom atë tepër, domethënë me studiu lidhi me kuzhinën. Po. Mas nej dalua, domethënë si kamarier dhe përfundova në kuzhinë. Kuzhinë. Po. Për cilin ndoshta ishte ajo ndjenja e parë kur u pitin në kuzhinë dhe fillove punën. Ndoshta s'është që ke ditë shumë, po Mujna më thonë që kuzhina është dete. Çdo ditë më nashme mësoj diçka tre, një recetë tre. Ishte vështirë shumë. Fillimet e qenë shumë të vështira, por kur ki vullnet për kushtim për to, edhe dashuri për punën që bën, më thonë edhe rezultate nuk më kanë asnjëherë. E cili është ushqimi I preferuar I juaj që ta përgatisni? Është ajo pjata që tërheq mas shumë ti edhe sa herë që e përgatit? Tash varet prej konsumatorit ose dëshirat e tyre që janë. Për ty? Shkojmë për mua, do të thoya një pasta shumë të mirë, një biftek ose një salman. Okej. Shumë të tjera. Faleminderit shumë. Valmir, si po shkojnë? Mirë njerë. Po më duket pas ke marrë buk prej këndit premiumet? Po, shëbet pak Morë me... që s'pash? Mora pak si më sheft. Po mi vjedhin buk të premiumit. E shikues dashur, ashtu si çdo herë, edhe sonte e kemi përgatit një material shumë të veçantë në një agroturizëm. Do shkojmë tek agroturizëm Gjepali, një vend ku tradita, natyra dhe gastronomia bashkohen në mënyrën më të bukur, duke krijuar një eksperiencë shqiptare që nuk duhet humbur. Ndjekim materialin në vazhdim dhe rikthehemi përsëri në studion e Pasion e Profesion. Shikues të dashur, sot jemi në një vend krejt tjetër, jemi tek një zonë e qetë afër Shijakut. Jemi tek agroturizëm Gjepali, ku do të bëjmë një intervistë me shefin e njohur të kuzhinës, Fundim Gjepali, I cili do na tregojë më shumë rreth këtij vendi. Ai është themeluesi I këtij agroturizmi dhe do na tregojë më shumë rreth kuzhinës së veçantë, këtij vendi të veçantë, por gjithashtu është një vend që ndërthur eksperiencën autentike ushqimore nga ferma në tavolinë me produkte të freskëta, të rritura dhe të përpunuara në vend dhe një ambient mikpritës që pasqyron kulturën shqiptare. Gjepali pra është kthyer në një pikë të fortë të referimi për turizmin, por gjithashtu edhe për gastronominë në vend. Kështu që qëndroni me ne deri në fund të këtij emisioni sepse kemi shumë çka për të zbuluar rreth këtij vendi.
Shikues të dashur, i tregova pak më herët se ku jemi. Jemi tek Agroturizëm Xhepali dhe do e bëjmë intervistën bashkë me themeluesin e këtij vendi, me zotëri Fundim Xhepali. Është kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu. Faleminderit shumë që na pritët për këtë intervistë. Faleminderit juve që keni ardhur deri këtu për të treguar shqiptarëve të Kosovës vendin tonë. Ne kemi shumë klientë që na vizitojnë nga Kosova, sepse jemi edhe nga ana strategjike, jemi afër Durrësit, shumë afër, dhe jemi edhe të lidhur shumë shpërtërisht me Kosovën dhe faleminderit juve që na jepni mundësinë me komunikuar me publikun e Kosovës. Është kënaqësi shumë e madhe që jemi këtu edhe një herë. Ndoshta të fillojmë krejt këtë intervistë duke na treguar se si ka ardhur ideja për me hap këtë vend kaq të mrekullueshëm. Thash pak më herët edhe në hyrje të kësaj interviste thash se ndoshta mendoni që jam diku në Toskanë, po nuk është e vërtetë, jemi në Shqipëri. Unë idenë e kam pas të kur isha i vogël që ishe në Itali që me bërë këtë gjë. Dhe kur kam filluar me u marrë me hoteleri turizëm, edhe kisha gjithmonë idenë që me krijuar një agroturizëm këtu tek ferma jonë. Edhe na u desh shumë kohë sepse duke punuar me ndeshmërisht, koha teknike është shumë e gjatë dhe më në fund ja dolëm me realizuar dhe donim të bënim diçka pa e prishur peizazhin, doshim të jepshim rëndësinë fshatit, doshim të bënim të runim trashëgiminë kulturore, gastronomike shqiptare dhe të bënim një kuzhinë sa më popullore, sa më afër njerëzve dhe duke i komunikuar edhe turistëve ndërkombëtar dhe nga rajoni. Dhe në kohë besoj shumë të shkurtër ja kemi dalë që të afrojmë të bëjmë një pikë referimi për evente, kuriozë dhe për turizmin, për gastronominë dhe të japim edhe një zhvillim zonës duke dhënë një mundësi fermerëve shqiptar të zonës që të kenë mundësi të shesin produktet e tyre këtu afër. Ne kemi 100% produkte shqiptare dhe në këtë mënyrë kemi dhënë dhe një shtyse të zhvillimit të zonës. Tani është një në një fazë që zona po hapen dhe shumë agroturizme të tjerë. Kjo është një kodër afër qytetit Durrësit, afër Tiranës, afër autostradës dhe kjo na ka ndihmuar goxha, po edhe punën që kemi bërë, siç ta thash, ne bëjmë një kuzhinë shqiptare, mundohemi nga vit në vit me u përmirësuar duke bërë investime. Këtë vit do kemi edhe një laborator që do na rrisi vlerën, duke përpunuar dhe duke paketuar gjithë produktet që bëhen këtu në zonë për t'i bërë gati si një suvenir që gjithë turistët që na frekuentojnë që t'i marrin me vete. Kënë diçka që të shijojnë edhe në shtëpi. Edhe në shtëpi. Po, kjo periudha që po kalon nga Roma në Shqipëri, nga Shqipëria në Romë, ana sjelltas, si po shkon për juve, zotëri Fundim? A mundesh na tregu pak se ndoshta nuk besoj që është edhe e lehtë, ka edhe sfidat e saj. Jo, nuk është as pak e lehtë, po unë ka pëlqyer gjithmonë kjo gjë. Jemi fazën për një orë me avion bëhet dhe këtu jemi në shtëpi dhe jemi një menaxhim shumë familjar dhe shumë grohtë, ku kemi dhe 6 dhoma dhe kjo na ka bërë që të bëjmë një punë krejtësisht ndryshe nga Roma, një puna e fshatit në këtë fazë të jetës time më ka emocionuar goxha dhe më ka tërhequr shumë kuriozitet. Dhe duke pasur dhe kontakte me një komunitet goxha të madh lokal dhe ndërkombëtar, na ka bërë në lehtësuar këtë largësinë në Romë, Shijak dhe Anasjeltas. Dhe kjo na ka bërë që të jemi gjithmonë të karikuar, të jemi gjithë të vendosshëm me zhvillimin e këtij projekti që çdo vit që kalon po merr një transformim rrënjësor. Po si e përshkruani filozofinë tuaj në kuzhinë? Atëherë, unë në Romë kam bërë gjithmonë një kuzhinë ku një pjesë lidhet me territorin e Romës, një pjesë është me pjata të tendencës ndërkombëtare dhe një pjesë janë krijimtaria ime e momentit. Kurse këtu unë kam qenë i vendosur që të bëjmë kuzhinën tonë tradicionale të zonës dhe ta sjellim me një qasje krejtësisht tjetër, ndryshe, më moderne, më bashkohore, më cilësore, duke pas parasysh që
me kohët e kaluara nuk kemi pas këto kushte që kemi në kuzhinë tani dhe do ta shikojmë kur përgatisim menun që kemi me një menu, ne bëjmë një menu fikse këtu sepse bëjmë me gjërat që na ofron zona, territori, toka. Nuk marrim gjë. Është sezonale. Çdo gjë është sezonale. Po kemi një menu fikse edhe për të marrë dhe koston në kontroll. Mos të jemi një vend i kushtueshëm, po të jemi një vend që edhe të gjithë familjet kenë mundësi me festuar dhe në fakt jemi bërë një pikë referimi për festat e ndryshme që bëhet dhe kurioz të ndryshëm që na vinë dhe na vizituar. Na përmende që produktet janë të gjitha vendase. Dhe gjithashtu dhe bashkëpunimi juaj me të gjithë fshatarët që janë këto, po besoj që është pika më e rëndësishme e juaja, apo jo? Unë kam besuar gjithmonë që agroturizmi do jenë shpëtimi i fshatarëve shqiptarë nga bregtisja. Çdo agroturizëm që hapet është një rujtje të territorit, rujtje të trashëgimisë gastronomike dhe ndalimin e imigracionit të imigracionit dhe unë besoj që këtu në zonën tonë i ka dhënë efekte sepse fermat e vogla që ishin në ferma mbijetese tani po zhvillohen më tej, po bëhen më cilësore sepse kanë vendin se ku me i shitur dhe kjo i ndihmon shumë. Përveç fermave, si e shihni ju zhvillimin e agroturizmave në Shqipëri në vitet e ardhshme? Unë besoj që Shqipëria, ne jemi më të famshëm nga ana mediatike për detin, për bregdetin. Po unë besoj që gjë më interesante që ka Shqipëria sot për sot dhe më e zhvilluar nga ana cilësore janë pikërisht agroturizmat, bujtinat. Dhe kanë marrë një hovë shumë të madhe dhe në kohë rekord. Tani na ka mbetur vetëm të perfeksionohemi, të rrisim cilësinë, të rrisim mikpritjen dhe të bëhemi më bashkohor. Më bashkohor, e kam fjalën bashkohor se çfarë të ofrojmë tek produktet e zonës që të marrim qasë nga Franca, Italia, Spanja. Po çfarë eksperjencash tjera mund të kenë këtu të gjithë ata vizitorët që dëshirojnë të vinë? Atëherë ne jemi në një fazë këtu edhe në fshat po krijohen shtegje, xhiro me kuaj, po jemi në një fazë që shumë po ofrojnë këtë shërbim dhe do ketë një udhtim. Ne jemi me fatin më të madh që jemi afër Durrësit, afër Tiranës, afër Kryes dhe shumë turistë e përdorin në vendin tonë si një pikë për të vizituar këto vende dhe kjo është një pikë kthimi këtu për të fjetur dhe për të qenë në oazin e këtë qetësi. E nuk kam se si me ikë pa t'i bëllë disa pyetje personale, kështu. Ndërsa me na tregu pak se çfarë të frymëzon ty më shumë ti kur krijoni pjata të reja? Unë nga udhëtimet që bëj, inspirohem shumë, po jo me kopjuar. Mundohem me zhvilluar atë çfarë unë kam në mendje edhe me realizuar në kohë rekord, sepse shpesh herë më ndodhin dhe idetë për t'i zhvilluar dhe me duhet pak kohë që me realizuar. Po unë besoj që në këtë fazë evolimi Shqipëria kemi plot ide, plot hapësirë për të krijuar, për të zhvilluar. A ka ndonjë pjatë që ju karakterizon juve? Atëherë, unë këtu, si do e shikoni, kemi menun tradicionale të zonës dhe unë ato pjatat e fëmijërisë që kur shkoja në restorante të asaj kohe, ku ishe i vogël edhe në kohët komunizmit, jam munduar që t'i sjell prapë në turizmin tonë duke ruajtur memorian, që është shumë e rëndësishme. Dhe ato gjithë pjatat që mua më kanë pëlqyer të jenë, domethënë, të mbrojtura, domethënë të trashëguara, sepse ne kemi kaluar një fazë drastike. Të gjithë pjatat e gjysheve që kishim ishin për pak gati po hiqnim të gjithë memorien, kanceronim të gjithë memorien gastronomike. Dhe ky rikthim i pjatave tradicionale në fillim unë kujtohet kur bëra menu fikse, nuk e bëra menu fikse sepse nuk kisha eksperiencë. Bëra një menu fikse për t'i dhënë një eksperiencë më të mirë klientëve që na frekuentojnë, për të mbajtur një cilësi shumë më të lartë, sepse qarkullimi i ushqimit është gjithmonë më i freskët dhe me ndihmuar territorin, me ndihmuar zonën me zhvillim. Unë gjithmonë kam menduar që pa një
bujqësi të mirë, nuk do ketë kurrë turizëm të mirë. Po, a Sepse ka... turizëm nuk bëhet me produktet e huaja, produktet bëhet me produktet vendore. Po, normalisht. Po, a ka ndonjë moment kyç gjatë karrierës tuaj që ka qenë ndoshta ndonjë pikë kthese për ju? Domethënë, jo, nuk e pas, po besoj që kthimin është, domethënë kthimi në Shqipëri, eksperiencën në Tiranë, 10 vite kam pas një nga restorantat më të frekuentuara të Tiranës dhe tani jam përqendruar në Shqipëri vetëm këtu në fshat sepse këtu ka qenë ëndra ime dhe këtu dua ta zhvilloj dhe po ardhi në Shqipëri nuk ka qenë lehtë. Se unë kthimi në Shqipëri në gastronomi duke investuar, unë kam filluar para 12 vitesh dhe ka qenë një sfidë shumë e madhe. Tani duket çdo gjë shumë e lehtë, çdo gjë informacioni, rrjetet sociale, duket gjë, po para 10 vitesh me një infrastrukturë cop me filluar nga zero, domethënë këto vend që shikoni kanë qenë vend ku rrinin pulet, delet, lopët dhe të transformohet kështu, nuk ka qenë një punë shumë e lehtë dhe ka qenë pika e kthesës dhe e vështirë. Të gjithë lekët e kursyera të hidhen në një I kam investuar dhe me një paqartësi, se po bëja diçka që dëshiroja shumë të bëhet, po nuk ishte thënë që do realizoja. Unë shoqyra nuk hata mirë dhe mekanizmin se si duhet funksiononte nga ana biznesit dhe jam shumë i kënaqur për çfarë kam bërë dhe çfarë po ndërtohet. Po si e balanconi, ndoshta kjo pyetje edhe për fund, si e balanconi kuzhinën shqiptare tradicionale me kuzhinën moderne, sepse ju duhet edhe ky balancim nga jeta në Rom. Dëgjoj, unë jetën në Rom unë mundohem gjithmonë në restorantet që kam pas, që kam rritë dhe me pas dhe 4 njëkohësisht që unë menaxhoja, asnjëherë nuk i kam bërë gjërat njësoj. Çfarë bëhet në Rom nuk ka lidhje fare me këtu. Çfarë bëhet këtu është vetëm nuk kanë lidhje dhe ne nuk kemi nevojë këtu për një modernizëm. Ne kemi pas nevojë për një infrastrukturë, për vegla, për të bërë mirë ato që të parët tonë kanë bërë, dhe unë këtë gjë. Dhe unë këtu nuk du të sjellë modernizëm, po du thjesht du bëjmë mirë ato që kemi trashëguar. Së të rifundim, faleminderit shumë për këtë intervistë, faleminderit shumë që erdhe. Për këtë vetë mrekullueshëm. E shikues dashur, për të gjithë ju që ende nuk keni qenë në një vend kaq mrekullueshëm tek Agroturizëm Xhepali, ju lutem e ani sa më shpejt sepse sidomos tash ato gjërat e reja që na tregoi edhe zotri Fundim, mund t'i gjeni shumë shpejt këtu, por gjithashtu ushqimin e mrekullueshëm dhe një pamje fantastike që ju bën të ndjeni Agroturizëm Xhepali, siç e keni ndjek edhe ju materialin, pak më herët, është vendi ideal për me kalu pushimin atje. Do me thonë, ushqimi, vendi, gjithçka është si me qenë në Toskanë. Nuk jeni në Itali, po jeni në Shqipëri, kështu që vizitojeni. Qështë po të shkojnë? Së parë, shumë mirë. Ata prezentojnë një brand që nështë ta duhet që ta ashur. Patjetër. Me përdor. Është brendi Topits, edhe ty edhe shikuesve, pasi që jeni në studio për herë të parë. Brendi Topits na ndihmon që me i mbajtë të gjitha produktet në kuzhinë më të freskëta. Pra, ka folje alumini, ka edhe produkte tjera të shumta të cilat i na bëjnë jetën normalisht shumë atletë në kuzhinë. E unë po ja jap pra Fatmirit foljen e aluminit. Të lehtë. Edhe nëse duhet me përdor. Pas kanë betë këto domatina, kështu që... Këto do i rrujem. E ne përshkëputemi për blokun e 2 të marketingut, edhe qëndroni në Klan Kosova, sepse do rikthehemi vetëm pas pak.
U rikthem përsëri në studio e tash është koha për pak ëmbëlsi. Në rubrikën Tringëllishës, Tringa na sjell një recetë fantastike të një ëmbëlsire që jo vetëm se duket perfekte, por edhe përgatitet shumë lehtë e me pak përbërës. Nëse jeni adhurues të shijeve të mira dhe dëshironi inspirim për kuzhinën tuaj, mos lëvizni askund, sepse receta që vjen tani do t'ju bëjt ta provoni më një herë në shtëpi. E ju po e shihni se ku jam tash? Jam te këndi. Qa me i thonë? Këndi i ëmbël i lent. Jo veç janë çokolada shumë të shishme, veç e hapa une, s'po moj pa e hapë nga një zë emision. Jo veç janë shumë të shishme, por e kemi edhe çokoladën e shëndetshme që po ja u tregoj tash. Pra kjo është çokolada me 70%, 85% dhe 99% kakao. Pra, për të gjithë ju adhuruesit e këtyre çokoladave të shishme me kakao, mund t'i blini, dërsa unë po vazhdoj të ha çokoladë tjetër. Edhe po ndjek materialin nga Tringa, Tringëllishës, e shohim se çka na ka përgatitur sot. Përshëndetje shikues, mirë se po takohemi në rubrikën Tringëllishës. Për sot, kam vendosur të përgatis toptha energjik me shije Lino Lada. Për këtë recetë na nevojiten 500 gram hurma, pa fara, 100 gram lajthia, 100 gram ara dhe 2 lugë Lino Lada. Kokosin do ta përdorim për dekorim, mbështjellje. Tani po fillojmë me hurmat, do t'i vendosim në këtë enë. Dhe do t'i shtoj ujë të vluar në mënyrë që lëvorja të zbutet dhe të pastrohen. Do t'i lë të qëndrojnë pak dhe pastaj do t'i qëroj. Tani do t'a kulloj ujen dhe do të i largoj lëvorët nga hurmat. Do të vazhdoj me të gjitha hurmat derisa të gjitha t'i pastroj, një nga një. Hurmat janë pastruar, tani vazhdojmë me bluarjen e lajthijave. Po i shtoj edhe arat. I bluajmë një herë këto, pastaj ja shtojmë edhe hurmat. Tani ja shtojmë edhe hurmat. Dhe 2 lugë Lino Lada. Edhe Lino ka grimca lajthis, kështu që vetëm ja shton shijen edhe më shumë këtyre topthave. Tani do t'i bluaj. Të gjitha së bashku. Po e kontrolloj masën, a është në rregull. Masa është në rregull, kështu që e vendosim në enë dhe fillon me i përgatit topthat të cilat i kalojmë në fluska kokosi. Vendosim gjithë masën e fituar.
Vazhdojmë kështu me të gjithë masa. Ja rivendosim në tuckat kokose që mos në ngjiten duart dhe vazhdojmë me të gjithë masën kështu. Toptave ju kemi dhënë formën në pijatë dhe tani po i dekoroj me pak trilca. Kjo ishte receta për sot, ja vlen ta provoni, shihemi në edicionin tjetër. E tani është pjesa më e mirë e këtij emisioni, sepse do i presim në studio mysafirët e kësaj të diele. Do të na bashkohen përfaqësuesit nga Komuna e Prizrenit me të cilët do të zhvillojmë një bisedë interesante rreth aktiviteteve, projekteve, turizmit dhe jetës kulturore në qytetin e Prizrenit. I mirëpresuar në studio, mirë se na erdhët në Pasion në Profesion. Është kënaqësi shumë e madhe, mund të vini. Mirë se na keni ardhur. Mirë se vjen. Është kënaqësi shumë e madhe që jeni këto. Drejt nga Prizreni në Prishtinë, po besoj që jeni turitur. Pak. Do ta shohim pastaj. Do t'i shohim edhe pjatat, të cilat do i përgatisim. Pra, veç se janë në përfundim apo jo, po besoj që po. Dy kuzhinierët tonë fantastik, me disa receta shumë çeshme, po ne ndërkohë do e vazhdojmë bisedën. Këtu bashkë me mua, po ju prezantoj edhe ju shikues të dashur, janë Adem Morina, drejtori i turizmit dhe zhvillimit ekonomik në Komunën e Prizrenit, Edona Turtulla Rada, drejtoresh në Qendrën e Kompetencës Prizren, Ekuran Gashi, drejtori i festivalit Rock and Blues dhe Ahmet Himaj, kryetari Endoru Pashtriku Motocross. Mirë se keni ardhur. Faleminderit. Ndoshta do fillojmë bisedën me ju. Do na dëgjoni pak se si po zhvillohet sektori i turizmit në Prizren gjatë viteve të fundit dhe cilat janë prioritetet kryesore për këtë vit. Spari faleminderit për ftesën dhe për gëzimin për emisionin e juaj. Komuna e Prizrenit përkatësisht drejtoria për turizëm dhe zhvillim ekonomik gjithmonë ka në fokus promovimin e turizmit dhe vlerave turistike që i ka Prizreni. Kur flasim për Prizrenin dhe turizmin, atëherë duhet ta kemi parasysh jo vetëm ne si Prizren, por thuja e gjithë Kosova mburret, nga që çdo vit më tepër është duke u rritur turizmi në qytetin e Prizrenit, sepse të gjithë ata turistë që vinë në Prizren realisht kanë për çfarë të vinë. Nga që Prizreni është një vend i cili ka shumë monumente kulturore, ka objekte historike, ka objekte fetare, kulturore, e kur bëhet fjalë nga që gjatë gjithë vitit në Prizren ka shumë aktivitete, qoftë të jetës kulturore, qoftë të jetës sportive, po ashtu edhe aktivitete turistike. Dhe gjithsesi objektivi i drejtorisë turizmit dhe zhvillimit ekonomik është që të ofrojë sa më mirë kushte për të gjithë turistët që vinë në Prizren. Po ndoshta cila është gjëja kryesore që e bën Prizrenin një destinacion të veçantë për të gjithë turistët e huaj? Unë thash, Prizreni është një potencial i cili i ka thash të gjitha monumentet. Por kur bëhet fjalë, ja ku duhet. Prizreni ka lidhjen shqiptarët Prizren, njërin prej monumenteve historike që themelet shtetit shqiptar i ka pikërisht aty. Prizreni ka Kalan e Prizrenit, që është një prej monumenteve më të mira dhe më të vjetra historike. Prizreni ka Hamamin e Prizrenit. Prizreni ka Kaldrëmin dhe Shadrvanin, që tani është i njohur më në Prizren, ka Shadrvanin. Dhe gjithsesi Prizreni ka aktivitetet e jetës kulturore dhe sportive që tani më të njohura ndërkombëtarisht. Por ato besoj që gjatë këtij emisioni do t'i shpalosim të gjitha një pas një, pasi që prezantojnë edhe kolegët tjerë që janë këtu. Po, me shumë kënaqësi. Po sa ndikon organizimi i festivaleve dhe i koncerteve të ndryshme, aktiviteteve kulturore në zhvillimin ekonomik të qytetit të Prizrenit? Të gjitha këto aktivitete, të gjitha këto organizime realisht ndikojnë drejt për drejt në zhvillimin ekonomik
në qytetin e Prizrenit, nga që gjatë sezonit veror, kur kemi dikun rreth 10 festivale, jo vetëm festivale të vogla, për në festivale ndërkombëtare, duke fillu që nga muaji maj që kemi festivalin Hasiahon, tani që një festival ishtë i mbrojtur nga Ministria Kulturës, pastaj fillojmë me festivalet tjera, kemi festivalin Dokufesti, kemi festivalin Prizren Festi, që në festivali viti i 4, festivali i ri, e kemi Zambakun e Prizrenit, e kemi festivalin e fëmijëve Flutra, kemi Rock and Blues Festival, e shumë festivalet e tjera, që thuja gjatë kësaj periude vinë dhjetra mira njerëz, jo vetëm nga Kosova, por nga vendet e tjera, qoftë Ballkanit, qoftë të Evropës, dhe gjithsesi, të gjithë këta që vinë, normalisht që shpenzojnë dhe rritet edhe ekonomia e qytetit e Prizrenit. Përveç ekonomisë qytetit Prizrenit, rriten edhe ekonominë familjare, nga që nuk ka mundësi që të gjitha hotelet dhe restorantet i përballojnë fluksit e madh, por normalisht shohën edhe shtëpi private të cilat janë përreth qoftë Shadrvanit apo nën Kalas, që normalisht përfitojnë të gjithë. Po, a ka bashkëpunime me biznese lokale dhe sektorin privat për ta fuqizuar ofertën turistike? Kemi bashkëpunim të mirë me të gjitha këto që i potencuat ju, dhe normalisht përveç se kemi një bashkëpunim të mirë, kemi shumë gastronom, shumë biznismen që edhe i mbështesin këto festivale, sepse duke promovuar në këtë rast qytetin e Prizrenit, promovojmë po ashtu edhe traditën, promovojmë ashtu gastronomin dhe gjithsesi kulturën e qytetit e Prizrenit. Po flasim për qytetin e Prizrenit, ne promovojmë këtë rast edhe Kosovën, sepse Prizreni si destinacion, qoftë turistik, qoftë kulturor, është ai që promovon edhe Kosovën. Këtë rast mbas që po flasim për këto organizime dhe festivale, duhet ta kemi parasysh që në këto 2 vitet e fundit, Prizreni ka arritur në aspektin e ndërkombëtar të njohjes së këtyre festivaleve, nga që në vitin 2024 Prizreni është bërë antar i festivaleve, antar ndërkombëtar i festivaleve EFA që është organizata, dhe gjithsesi në vitin 2026 jemi qyteti evropian i sportit. Dhe normalisht kjo ka ndiku drejt për drejt në ngritjen e kapaciteteve dhe zhvillimit ekonomik në qytetin e Prizrenit. Zonja Aldona, çfarë roli ka qendra kompetencës në Prizren në përgatitjen e të rinjve për tregun e punës? Përshëndetje për gjithë, faleminderit shumë për ftesën. Nëse flasim për çdo lloj zhvillimi, çdo lloj aktiviteti, nuk mundemi me anashkalu pjesën e rëndësisë së shkollave profesionale dhe rëndësisë së profileve të cilët ofrojnë shkollat profesionale. Qendra kompetencës i ka profilet e ekonomisë dhe turizmit dhe disa profile të tjera, të cilët korespondojnë me aktivitetet të cilët realizohen në Prizren. Drejtori e tha, Prizreni është qyteti i turizmit, pra Prizreni ka nevojë për ciceron, Prizreni ka nevojë për asistent të nzyre të informimit, ka nevojë edhe mas shumti për asistent të organizimit të ngjarjeve dhe eventeve. Ne kemi kalu tash në një shkallë tjetër të zhvillimit, do të thonë ngjarjet dhe eventet nuk janë vetëm ato familjare, po janë edhe ndërkombëtare, janë edhe lokale. Në të njëjtën kohë ku e bëjmë edhe vetëdijsimin e rinisë se po e përfaqësojnë një qytet. Nuk po e përfaqësojnë më vetëm veten, nuk po e përfaqësojnë vetëm shkollën. Me aktivitetet të cilët bëhen në qytet, me promovimin edhe të vullnetarizmit dhe aktivizimit dhe bashkëpunimit që i kemi me drejtorinë e turizmit, qoftë edhe në panajiret e punës, në panajiret të ndryshme dhe evente, nxënësat janë ata të cilët na e zbardhin fytyrën dhe e shohin atë pjesën e zhvillimit të qytetit të vet dhe e kontribojnë në te. Po, ndoshta mundesh më na tregu se cili është profili më i kërkuar nga të rinjët sot? Kemi të rinj shumë ambicios për atë problem. Ajo pjesa e profileve, kemi më shumë se sa 6 profile që ju ofrojmë, po turizmi është pjesë atraktive. Në sferën e turizmit ata pasi e kryjnë shkollën e mesme, po mund të pavarësohen. Të punësohen ose të vetë punësohen, edhe në të njëjtën kohë ta kenë atë kënaqësinë e aktiviteteve dhe eventeve, jo vetëm obligimin profesional, po edhe kënaqësinë e përjetimit të ngjarjeve në Prizren. Po patjetër. Po sa është e rëndësishme lidhja mes arsimit profesional dhe nevojave reale të tregut? Është lidhje domosdoshme. Arsimi profesional është pika e parë në të cilën vëhet gurthemeli i parë i zhvillimit ekonomik të një shtetit. Sepse arsimi profesional qëllimin e ka të punësimit dhe zhvillimit të profesioneve. Në të njëjtën kohë, vetëm shkolla si shkollë nuk mundet me bë asgjë nëse nuk e ka bashkëpunimin e kuvendit komunal, nëse nuk e ka bashkëpunimin e drejtorive, të cilët i aktivizojnë rinin dhe i tregojnë se deri ku po zhvillohet.
Po, nuk ka nënshkalohet vlera e tregut të punës, të shoqatave, të bizneseve, odave ekonomike që na e tregojnë në të njëjtën kohë çdo vit nevojat e tyre dhe zhvillimin çka mundemi na me e bën në atë drejtim. Jemi të folë për shkolla profesionale, për nxënës të shkollës së mesme, të cilët e kanë hovin e zhvillimit dhe në të njëjtën kohë mund të vendosin për karrierën e tyre të ardhshme. Po patjetër. Po çfarë mesazhi do t'ju jep ju të rinjeve që janë ndoshta ende nuk kanë vendosur për të ardhmen e tyre, ose për profilin që dëshirojnë ta vazhdojnë? Tash po e ndërlidhim, po i bjen ndërlidhja shumë e mirë me emrin e emisionit. Duke e pasur pasionin, do ta zhvillon profesionin. Kur e zhvillon profesionin, atëherë do t'jesh i lumtur dhe do t'jesh i suksesshëm. Po, si lindi ideja për festivalin, ndoshta të kalojmë tash te festivali Rock and Blues, zotëria Kuran, si lindi ideja për këtë festival? A mundesh më na tregu diçka më shumë, ndoshta për gjithë ata shikuesit që nuk janë në dijeni dhe kanë qef të dinë se çka mund bëjnë edhe në Prizren kur të vinë? Mirëmbrëma, fillimisht faleminderit shumë për ftesën edhe mundësinë për me promovu festivalin në një emision të tillë. Ideja ka qenë e përbashkët bashkë me kryetarin e komunës që me festu ndryshe lidhjen shqiptare, përvjetorin e lidhjes shqiptare të Prizrenit. Kështu që vitin e parë na kemi fillu edhe kemi organizu festivalin pikërisht në datat e lidhjes shqiptare të Prizrenit, edhe ka qenë edicioni i parë i joni. Mandej e kemi pasur që festivali po kërkon më shumë punë, më shumë angazhim, edhe më shumë stres nështë më shumë për neve, edhe e kemi organizu në fillim të korrikut, edhe edicionet tjera edhe tash e tutje do të organizohet gjithmonë në korrik. Është një festival që tenton me promovu Prizrenin, tenton me promovu rock muzikën, edhe tenton me kthy nështë rock muzikën në nivelin që ka qenë vitet e 80-ta. E si ka evoluar festivali deri tash? Po synimi jonë ka qenë gjithmonë me qenë tradicional festival, si vjetë organizojmë edicionin e 4, edhe për neve është në rregull, na jemi që aty ku kemi dashur më konë pikërisht tash, për neve është okej. Po çfarë rëndësie ka ky festival për jetën artistike dhe kulturore në Prizren? Po besoj që na kemi marrë motivin edhe prej festivaleve të tjera që kanë ndodhur në Prizren. Kemi pas shumë festivale dhe kemi bashkëgjit festivaleve të mira që kanë ndodhur në Prizren, edhe promovimi i Prizrenit përmes festivalit të rrugët besoj që ka qenë me ndikim të jashtëzakonshëm. Zotëria Kuran, sa ka interesim nga artistët vendor dhe ata ndërkombëtar për pjesëmarrjen në festival? Në fillim kur kemi organizuar edicionin e parë, shumica prej artistëve, qoftë edhe vendore ndërkombëtar nuk e kanë pas besimin se mund të ndodhë një festival i rangut të tillë në Prizren. Edhe unë kom thonë në vitin e kaluar njërin prej paraqitjeve tona televizive që tash artistat na kërkojnë prej neve me qenë prezent. Para atë punë, është shpalose një detaj të festivalit si vjetë që është ekskluzivitet, ne kemi bërë 2 skena si vjetë. Pikërisht për pjesën e artistëve të ri, pjesën e bendeve promovuese që kemi me pas në festival, edhe ideja jonë ka qenë që me bërë një skenë promovuese në festival ku ata mund me ardhë dhe me shfaq veten talentin e tyre, talentat e ri të qoftë edhe shqiptar, edhe vendor dhe ndërkombëtar. Kjo ka një mundësi shumë e mirë për gjithë. Po vese nave që kemi përfundu line-upin tash. Okej. Po, a mundesh me na tregu datat e sakta të festivalit këtu në Pasion e Profesion, para se të hynë gjithë aty në rrjetet sociale të ta kërkojnë? Unë mund me kallëzu datat e sakta që janë me 3, 4 dhe 5 korrik 2026, por nuk mund me kallëzu line-upin se hala s'ka dalë, kështu që ka përfundu pas s'ka dalë. Besoj që javën tjetër veç publikohet. Po çfarë atmosfere mund të pres publiku gjatë këtyre ditëve në Prizren në këtë festival Rock and Blues? Po besoj që për 3 edicionet tona të para na kemi dëshmu veten se çka presim edhe çka dojmë për festivalit, edhe çka kemi arrit me shfaq për festivalin. Po besoj që edhe si vjet me skenat tona, me organizimin ton, besoj që ka me qenë një event i jashtëzakonshëm prezant që ka me ndodh në data 3 dhe 4, 5 korrekt. Kështu që po i presim krejt në ato data në Prizren me ardhur me festu bashkë për rock and roll. Me si po presim. Të kthehemi edhe pak tek zotëria Adem ta pyes se a mendoni se muzika dhe kultura janë një formë shumë e mirë për promovimin e turizmit, para se të vazhdojmë edhe me zotrin Ahmet? Janë të pandashme në këtë rast, nga që ky dikaster është i lidhur njëri me tjetrin dhe gjithsesi
këto të dyja e promovojnë këtë rast edhe turizmin. Kur bëhet fjalë për kulturën, e potencova që në fillim, Prizreni mandatin e 4 vjeçar të zotit Totaj dhe timin se kam qenë 4 vite drejtori i kulturës, diku ne kemi bën 4 festivale të reja. Dhe gjitha këto 4 festivale të reja kanë sjellë benefitet e jashtëzakonshme. Jo vetëm në aspektin ekonomik, por gjithsesi edhe në aspektin e promovimit të vlerave turistike. Dhe ne nuk kemi si objektiv ta zhvillojmë vetëm turizmin brenda qytetit e Prizrenit, sepse është e pamundshme me fluksin e turistëve që i ka Prizreni ti përballoj, por megjithatë jemi duke u zgjeruar ta promovojmë edhe turizmin, qoftë agroturizmin, qoftë turizmin malor, nga se Prizreni ka jashtëzakonisht bjeshtë të përshtatshme, duke u nisur si nga bjeshkët e Sharrit, pjesa tjetër e Prevallës, po ashtu edhe malet e Pashtrikut. Dhe gjithsesi, kur zgjerohem në këto drejtime, atëherë rritet edhe akoma më tepër dhe promovohet turizmi në shumë sfera. E do na tregosh edhe në fund të këtij emisioni se çka mund të na pres gjatë kësaj kohe dhe të gjithë turistët në Prizren. Të vazhdojmë pak me zotrin Ahmet, si nisi dhe na tregon ndoshta si nisi rrugtimi Enduro Pashtrikut motocross. Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Faleminderit për ftesën në emisionin Profesion dhe Pasion. Është kënaqësi shumë e madhe. Unë si kryetari i klubit, gjatë këtyre ditëve, me datën 10 maj, e kishim festivalin e motociklizmit në malet e Pashtrikut, të cilët pa të motorist nga mbarë Shqiptaria, të them, se kishte nga Shqipëria, Maqedonia, Kosova, gjithë rreva shqiptare, që ta përfshihet me një fjalë. Po. Dhe këtë Sa vit, është rritur gjatë viteve ky komunitet? ky komunitet gjatë këtyre viteve është rritur sidomos në Kosovë është rritur shumë, edhe pse kishte mungesë, kishte pengesë, po erdhi koha që edhe ne ta shfaqim talentin tonë, të promovojmë diçka të tillë, sikurësisht në shtete të tjera. Po. Pse mos është edhe të na. Po e shoh që kohëve të fundit ka shumë interes për ndaj adhuruesve të motocrossit. Edhe nisi organizat e re në këtë rast, e cila është Enduro Pashtriku, të cilën me mbështetjen e të gjithë grupit, me mbështetjen e kryetarit të OVL SUÇK-s Zotri Xhevdet Thaçi, të cilën e mbajtëm një mbledhje dhe e hapëm klubin, i cili është Enduro Pashtriku, dhe për herë të parë në malet e Pashtrikut e organizuam një event madhështor, i cili është motometingi, besoj që e keni po edhe ju. Po. Dhe kishte motorist jashtëzakonisht shumë, diçka e papritur. Po mundesh ndoshta me na tregu pak se çfarë emocione dhe sfida sjell ky sport? Ky sport sjell emocione të papërshkrueshme, të cilët vetë fjala enduro tregon, që është në gjuhën angleze enduros, e cila tregon pyje, male, gur dhe balt. Po ndoshta për të gjithë juve, ndoshta me na tregu pak se çka e bën Prizreni një qytet gjithmonë që i kthen njerëzit prap në Prizren. Hebroni thot ujë, shumica e të gjitha qyteteve të Kosovës. Thuja që kanë pamundur për të kaluar për shku në pjesën verore të Shqipërisë për t'i kaluar pushimet, që zakonisht i kanë bën të gjitha misionet pyetjet, çfarë i lidh që të gjitha ata që planifikojnë të shkojnë në pushim ose duke u kthyer nga pushimet, ndalen në Prizren. E potencova që Prizreni ka një gastronomi të jashtëzakonshme, ku është e njohur, janë të njohur, jo vetëm që baba ka akoma më tepër. Jo, e dim po që baba po normalisht. Dhe gjithsesi. Por që me producentën e emisionit aja i dën shumë që baba. Dhe gjithsesi s'ka se si mos ndalen në Prizren, kur e përmendëm gastronominë, unë planifikoj që edhe këtë vit, për herë të parë, të organizojmë një festival të gastronomëve, nga që i ka mungu qytetit e Prizrenit, dhe kjo të jetë një risi që drejtorisë turizmit dhe Prizrenit do t'i shtohen edhe festivale të reja, si që kemi në Prag tash në datën 19, 20 dhe 21 qershor, i kemi thuja një festival të kampingut, që për herë të parë do të organizohet festivali kampingut, ku do të marrin pjesë më shumë se 200 kamper, do të zgjat 3 ditë.
dhe gjithsesi ju ftojmë edhe juve si emision, nga Pas kemi me mbet në keni me mbet në Prizren. Prizren, dhe gjatë shumë intervistave që kemi thuaj javore, 3-4 intervista kemi javore, dhe i tham gazetarëve të gjitha televizioneve që juve nuk ju mbetet me shku në qytetet tjera nëse dëshironi me pas punë, veç po i përcjellet të gjitha këto aktivitete që i ka, edhe kultura, edhe sporti, edhe rinia, jeni të më thonë, keni punë mjaftueshme që me nejtë edhe në Prizren. Faleminderit shumë që ishte pjesë e emisionit Pasion e Profesion, ishte shumë kënaqësi e madhe që ju kemi këto. Faleminderit kënaqësi. Të vazhdojmë dhe të bëjmë degustimin e këtyre pjatave. Ndrojeni. Faleminderit shumë. Se gjithmonë drejtorave të shkollave mbetet syni diku tjetër. Unë mishe nuk e para përqej shumë. Mund të fillani. Faleminderit shumë. Kuzhinierave lumshin durt, mirë po megjithatë po urojmë që edhe herave tjera kur vim mes në lanë kështu pa këtë shije. Patjetër. E shikues të dashur, ne jemi përsëri të dielën tjetër nga ora 18. Mos harroni të na ndiqni për biseda shumë të këndshme dhe receta shumë të sheshme. Miru pafshim deri atëherë. Ky emision mundësohet nga Podravka.